Ky ishte momenti kur referi Plarent Saliu akordoi penallti për Brerën në ndeshjen kundër Bashkimit. U pa se kontakti ishte shumë i vogël dhe jo i mjaftueshëm për të treguar penallti, kështu që dhoma e sistemit VAR ftoi referen që ta shohë xhirimin e ngadalësuar, por Saliu mbeti në vendimin e tij se kishte faul brenda zonës. Nga pika e bardhë, nikoqerët shënuan për të barazuar shifrat në 1-1, rezultat me të cilin përfundoi ndeshja. Se kumanovarëve ju mohua fitoria nga vendimi i gabuar i referit, këtë e dëshmoi edhe reagimi i Komisionit të Refereve pranë FFM-s, në të cilin thuhet: sipas protokollit të VAR-it, referi kryesor është ai që merr vendimin përfundimtar. Në këtë rast, ai nuk e pranoi këshillën e VAR-it dhe vendos të mbajë vendimin fillestar, penallti, duke bërë një vlerësim të gabuar të intensitetit dhe ndikimit të shkeljes. Për shkak të këtij vlerësimi të gabuar, gjyqtari kryesor do të vlerësohet negativisht nga kontrollori i ndeshjes. Dy pikët e mohuara revoltuan jashtëmase ekipin kumanovar, i cili akuzon referin se ishte lojtari 12 i ekipit kundërshtar. Referi kryesor i ndeshjes tetovari Plarent Saliu, i cili pa asnjë arsye zhveshi rekuizitën e referit dhe çuditërisht u bë lojtari 12 i Brerës, duke shkaktuar indinjat, nervozizëm dhe ankth tek tifozëria jon, lojtarët dhe kryesia e klubit. Veprimet e vendimit të tij ishin në kundërshtim me fair play, ishin në kundërshtim me garën dhe sportin. Ai sot ishte shkatrues i gjithçkajt, duke transformuar futbollin në një cirk. Klubi Futbollit Bashkimi kërkon nga federata si dhe Komisioni për Referim të reagojnë mbi këtë referim siç e quajnë skandalos ndaj klubit të tyre dhe kërkon suspendimin e Plarent Saliut. Ndonse ishte paraparë që të ishte pjesë e ekipit të refereve në ndeshjen Vardari Struga, megjithatë si pasojë e atij gabimi, Plarent Saliu është zëvendësuar me referin Stojançe Trpçevski.